kuadrin e informacioneve që ndoshta do të kenë edhe më shumë vlerë për të gjithë ju, sepse do të merrni informacion që i përket udhëtimeve jashtë vendit dhe që kanë të bëjnë me sistemin e kontrollit. Tashmë të dielën, datën 12 tetor, do të hyjnë në fuqi të gjitha rregullat e reja në kufit e Bashkimit Evropian. Çdo shqiptar i cili do të udhëtojë qoftë me avion, por edhe në rrugë toksore apo detare, duhet të di se ka një sistem të ri verifikimi dhe rregulla të reja tashmë të vendosura. Për këto do të na informoj gazetari ynë Sido Barkaj, mëngjesin e sotëm, në cilin e kemi tashmë në lidhje të drejtë për drejtë dhe i themi mirëmëngjes. Mirëmëngjes Sido. Mirëmëngjesi. Që ke pozicionuar tashmë në aeroportin e Rinasit, besoj që nuk e di, a ka patur një informacion të shpërndar, po është një rregull i cili është diskutuar prej kohësh, apo jo, Sido, çfarë parashikon ky sistem i ri i verifikimit? Po, për kena në fakt kanë qenë informacionet të shumta të cilat janë përcjellë përmes mediave dhe jo vetëm dhe nga zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian sa i takon rregullave të reja për të gjithë udhëtarët shqiptarë të cilët pra udhëtojnë drejt zonës Schengen dhe vendeve të Bashkimit Evropian. Konkretisht ashtu siç e tha dhe ju, prej datës 12 tetor për ditën e dielën do të ketë disa ndryshime të rëndësishme për të gjithë qytetarët shqiptarë dhe jo vetëm, por për të gjithë rajonin në fakt ose ato shtete të cilat udhëtojnë pa viza drejt zonës Schengen duke patur të drejtën e qëndrimit 90 ditë brenda një afati 180 ditor. Në fakt rregullat e reja kanë të bëjnë me sistemet e reja digjitale sa i takon sigurisë në pikat kufitare të vendosura nga Bashkimi Evropian, ato siç quhen ndryshe pra entry-exit system ose sistemi EES. Ky sistemi i avancuar në fakt është një zëvendësim, le themi, i procedurave tradicionale të vulosjes në pasaport në të gjitha pikat e kalimit kufitar. Tashmë nuk do të kemi për vulosjen në pasaport siç ka ndodhur deri më sot, por do të kemi një identifikim digital të personave të cilët udhëtojnë drejt zonës Schengen. Në momentin e kalimit të kufirit, pra udhëtarët do të nënshtrohen le të themi një verifikimi digital ku do të kenë dhe të përfshirë për të dhënat e tyre personale nga pasaporta, datat e hyrjes daljes në zonën Schengen, një fotografi të tyre pra të bëhet skanimi i fytyrës, por dhe shenjat e gishtave. Dhe të gjitha këto të dhëna do të ruhen në fakt një databazë të përbashkët të Bashkimit Evropian, kjo për të verifikuar të gjitha ato qytetarë të cilët shkelin lejen e tyre të qëndrimit ose le të themi afatin e tyre të qëndrimit më shumë se 90 ditë brenda zonës Schengen ose të gjitha ato qytetarët të cilat synojnë për të udhëtuar me dokumente të falsifikuara. Nuk do të ketë në fakt vlen të theksojmë sepse shumë qytetarë kanë ngritur pyetje të ndryshme, do të bërë një aplikim paraprak përpara datës së tyre të udhëtimit apo është me kundrejt një pagese. Në fakt nuk duhet bërë asnjë veprim paraprak dhe nuk do të ketë asnjë lloj kosto për ato. Zbatimi i sistemit nuk kërkon pra. €7 në mos gabojë si do për një procedurë të tillë. Jo, kjo është pa pagesë në fakt, nuk ka asnjë lloj formulari për të plotësuar ose asnjë lloj pagese sa i takon procedurave të verifikimit digjitale. Mund të ketë në fakt ato që kanë paralajmëruar dhe autoritetet ose edhe vetë Bashkimi Evropian që mund të ketë vonesa në fakt në verifikimin e qytetarëve dhe kjo vlen vetëm për herën e parë në momentin që qytetari shqiptar, për në këtë rast, i drejtohet drejt një vendi Schengen, në momentin e parë të verifikimit të tij mund të ketë një vonesë disa minuta më shumë se procedurat normale, por kjo vlen vetëm një herë, sepse regjistrimi i tyre ose skanimi i fytyrës dhe të shenjave të gishtat do të bëhet vetëm në udhëtimin e tyre të parë. Pra, herët e tjera, udhëtimet e tjera nuk do të ketë vonesat e tilla sepse regjistrimi digital le të themi është kryer në periudhën e parë. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që do të nisë implementimi i këtij sistemi të ri digital verifikimi në pikat kufitare në drejt zonave Schengen që me datën 12 tetor, kjo do të ketë një afat shtrirje le të themi 6 mujor, pra Bashkimi Evropian ka vendosur një afat deri me datën 10 prill të vitit 2026 për implementimin në të gjitha pikat kufitare, duke marrë parasysh kështu që është dhe vështirë le të themi zbatimi menjëhershëm në të gjitha pikat e. Pra, Sido, për ta kuptuar një herë mirë dhe përfundimisht bëhet fjalë në fakt për një ligj të ri dhe për një kërkesë të re që bëhet nga Bashkimi Evropian, jo vetëm për Shqipërinë apo dhe nuk ka të bëjë fare me numrin e azil kërkuesve ndoshta. Kjo është thjesht një procedurë e cila Bashkimi Evropian kërkon që të implementojë në sistemin e ri apo jo? Po, Florisht, e vërtet në fakt ka të bëjë me një sistem të ri digital që Bashkimi Evropian ka vendosur sa i takon frenimit në fakt të emigracionit ose le të themi verifikimit të personave të cilët pra tregohen korrekt në qëndrimin e tyre në zonën Schengen, pra nuk e tejkalojnë afatin 90 ditor ose për të shmangur dhe personat të cilët pra tentojnë të udhëtojnë drejt zonës Schengen me dokumente të falsifikuara. Nuk ka të bëjë me numrin e azil kërkuesve ose me problematikat e tjera që janë diskutuar të paktën gjatë
kohëve të fundit. Në fakt, ka të bëjmë me këtë sistemin e sigurisë që Bashkimi Evropian ka patur si nevojë për gjithë qytetarët, jo vetëm Shqipërisë, për gjithë ata të cilët bëhen pjesë. Po, e si do? Janë element në fakt le temi që të shkputjes në mënyrën tradicionale të vulosjes e pasaportës në pikat kufitare, por tashmë identifikimi do të bëhet digital përmes platformave të reja të skanimit të fytyrës apo të shenjave të gishtave. Dhe rëndësishme është që do të bëhet vetëm një herë, pra nuk do të jeti procedurë e cila do të zgjas pambarimisht. Mjafton që të kalosh një herë kufirin dhe pastaj me një herë do të jesh në sistem apo? Po, Flori, bëhet vetëm një herë në mënyrë automatike, le të themi, vetëm herën e parë qytetari shqiptar do të regjistrohet pranë pikave kufitare duke lënë shenjat e tij të gishtave dhe skanimin të fytyrës. Kjo mund të marrë një kohë, le të themi, 1.5 ose 3 herë më shumë të qëndrimit e tyre në pikat kufitare. Vlen të theksojmë edhe një vëmendje në fakt për të gjithë udhëtarët shqiptarë të cilët kanë prerë biletën pas datës 12 tetor, nëse kjo do të implementohet edhe në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza në Tiranë, kuptohet që të marrin parasysh dhe kohën e vonesës që të shkaktohet për procedurën e parë të identifikimit të tyre elektronik në pikat kufitare. Po, për tranzitet e fundit përqaruar se besoj kemi dhënë informacione dhe teleshikuesit e kanë marrë atë që ju duhet, po për tranzitet, sepse ka shumë udhëtime të cilat kalojnë edhe në një aeroport të dytë apo edhe të tretë shpeshherë nëse janë udhëtime të gjata. Si veprohet në këtë rast? Ka një identifikim edhe në një aeroport të dytë apo mjafton ajo hera e parë në TIA? Në fakt, ajo mjafton vetëm hera e parë në të gjitha aeroportet hyrëse dalëse të zonës të Schengenit. Kjo vlen vetëm për qytetarët e rajonit ose le të themi më mirë për ato shtete të cilat kanë një liberalizim vizash me zonën Schengen dhe kanë të drejtë qëndrimi 90 ditë brenda fatit 180 ditor. Kjo nuk vlen për qytetarët e Bashkimit Evropian të cilët udhëtojnë drejt zonës Schengen ose drejt Shqipërisë. Sa i takon udhëtimeve me tranzit, është vetëm një herë për procedura do të kryhet në një pikë kufitare dhe me pas nuk është nevojshme regjistrimi ose le të themi verifikimi elektronik i qytetarëve drejt aeroporteve të tjera ku ato kanë destinacionin final. Shumë e qartë. Falenderojmë shumë Esido. Faleminderit Esido.